Është një nga pyetjet që bëhet shumë shpesh, sidomos nga futbollistët, nga basketbollistët, ata që janë punë të rënda, le të themi, në ndërtimtari ose në bujqësi rrugësh ose në bujqësi. Faktikisht, Zoti, kur foli për agjërimin në Kur'an, tha se Zoti nëpërmjet agjërimit nuk don t'ju vështirësoj jetën. Për këtë arsye konsiderohet një nga aksiomat dhe objektivat e agjërimit është mos vështirësimi i njeriu. Pra nuk është qëllimi i agjërimit me vënë njeriu me shpatulla për muri se o duhet agjërosh o s'ka zgjedhje tjetër. Për këtë arsye tha Zoti mund ta kompensoni, për këtë arsye tha Zoti mund të ushqeni një të varfër, për këtë arsye tha Zoti mund të bëni shpagim, për këtë arsye tha Zoti mund ta agjëroni më vonë, kohë tjetër. Pra gjithë qëllimi është mos ta rëndoj njeriu edhe mos ta lëndoj njeriu. Në raste të tilla, siç është rasti i profesioneve të vështira apo i disiplinave sportive, në këto raste veprohet në këtë mënyrë. Niset dita e agjërimit si zakonisht. Pra, këta njerëz, pavarësisht profesioneve dhe punëve të vështira që kanë, çohen në syfyr si të gjithë muslimanët, e hajnë syfyrin, pra e kanë bërë dhe janë të vetëdijshëm që do agjërojnë. Dhe në momentin që gjatë ditës, për shkak të punës, profesionit, sportit apo diçka tjetër, shkon situata që nuk përballohet më, i lejohet që ta prishi këtë ditë agjërimi dhe këtë ditë e kompenson më vonë. Pra, agjëron në çdo kohë të vitit më pas, pra ka tolerancë. Por që ka një vit të tërë, 360, më pak se 300 deri në Ramazanin tjetër, është mundësia për të agjëruar. Pra ka lehtësim, sepse nuk është qëllimi, siç e tham, nuk është qëllimi thjesht që njeriu të ri pa ngrënë dhe pa pirë, qëllimi është diku tjetër. Edukimi i njeriu, kalitja e shpirtit të tij. Për këtë arsye, në momentin që ka sëmundje, moshë e madhe, punë e vështirë, nuk ka problem, mos agjëro më vonë, nuk ka problem.